Prokuroria I sekuestroi vi luksoze, dyqane, parkime dhe makina. Zbulohet pasuria maramense noteres 35 vjeçare në Tiranë. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar pasuri me vlerë maramense të një notere në Tiranë. Bëhet fjala për 35 vjeçaren Sanja Telhallari. Telhallari I është bllokuar vila, apartamente, dyqane dhe poste parkimi dhe makina, ndërkohë që dyshohet se të ardhurat janë vënë nga aktiviteti I krimit. Ka qenë prokurori I çështjes Ndini Tavani ai që ka bërë sekuestron e pasurive që kap shifrën e 3 milion eurove. Ndërkohë në rrjetet sociale noteria ka ekspozuar jetën e saj luksoze. Njoftimi prokurorisë. Prokuroria e Tiranës sekuestron pasuritë e noteres ST, prona, dyqane, poste parkimi, vila e makinat, cilat nuk justifikojnë nga të ardhurat e aktivitetit të saj. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë sekuestron pasuritë e paluajtshme në pronësi të shtetase ST me profesion noteresi dhe të familjarëve të saj. Nga hetimet e deritanishme ka rezultuar se gjatë periudhës 2013-2024 shtetasi ST ka kryer një numër të konsiderueshëm transaksionesh për blerjen e pasurive të paluajtshme përfshirë apartamente, dyqane, poste parkimi dhe një vilë në kompleksin Rolling Hills. Në total, janë evidentuar 13 pasuri të paluajtshme me vlera të larta monetare si dhe llogari të shumta bankare. Kjo shtetase ka investuar në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, kryesisht në makina luksoze dhe sende me vlerë të cilat nuk justifikohen nga pikpamja ekonomike me të ardhurat nga aktiviteti I saj si notere. Nga verifikimet u konstatua një përputhje e dukshme midis të ardhurave të ligjshme, të deklaruara dhe shpenzimeve të kryera për këto investime. Dyshohet se një pjesë e fondeve të përdorura për blerjen e pasurive kanë ardhur nga ish-bashkëshorti I saj shtetasi KP, I cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane dhe është dënuar për vepra penale të rënda, përfshirë veprën penale të shfrytëzimit prostitucionit me një dënim maksimal deri 21 vjet burg. Vendosja e masës sekuestros preventive synon të garantojë ruajtjen e pasurive gjatë hetimit penal dhe të parandalojë transferimin apo përdorimin e tyre për fshehjen e origjinës së palishme. Prokuroria vijon hetimet për dokumentimin e plotë të burimeve financiare dhe të pasurive të dyshuara.